Ai fshat për mua është një fshat model, një model i shkëlqyer. Në fakt, kështu duhet të ishte, por pavarësisht deklaratës së kryeministrit Berisha, i cili u përgjigj interesimit të Channel One, një tjetër realitet duket se po luhet në zyrat midis Ministrisë së Arsimit dhe asaj të Financave. I ngritur 15 vite më parë, ky fshat rrezikon të mbyllet për shkak se investitori i saj, shoqata e filantropit austriak Hermann Gmeiner, ka kërkuar që të paktën shteti shqiptar ta shlyejë pagesën e stafit të mësuesve. Kjo shkresë tregon përpjekjet ndoshta të fundit që Ministria e Arsimit po bën për ta mbajtur të hapur fshatin që strehohen 139 fëmijë me probleme sociale dhe të braktisur. Sipas Ministrisë së Arsimit, problematika është bërë e ditur para disa muajsh. Kërkesa e parë drejtuar Ministrisë së Financave për shtim buxheti për të përballuar stafin akademik në këtë shkollë është refuzuar. E gjendur para një fakti të kryer, Ministria e Arsimit ka kërkuar që të paktën mësuesit për këtë vit akademik të mbulohen nga buxheti i saj i parashikuar për vitin 2013, pa kërkuar asnjë fond shtesë, kërkesë që ende sot e kësaj dite nuk ka marrë përgjigje. I pyetur për këtë çështje, një javë më parë kryeministri i vendit deklaroi se nuk është në dieni të këtij problemi, duke premtuar që nuk do të lihet pas dore. Ai fshat për mua është një fshat model, një model i shkëlqyer. Nuk kam dieni për këtë që thoni, po unë do ta shoh me shumë përparësi. Mendoj se ai model është modeli që ne do ta përhapim. Dhe ndër modelet që unë kam vizituar, më zhdukur më njerëzori, më eficienti. Kështu që unë do ta shqyrtoj këtë problem. Por Bardhyl Musaj, këshilltari i kryeministrit, i pyetur nga Channel One, i jep një tjetër version. Fshati Sos sipas tij dhe asetet e tij do t'i kalojnë shtetit shqiptar. Buxheti për arsimin në vitin 2013 është 46,4 miliard lekë. Ka një vullnet të qeverisë për ta mbështetur fshatin Sos. Ai është në një proces të transformimit dhe të gjitha asetet i kalojnë shtetit shqiptar dhe qeveria po merr të gjitha masat që të vazhdojnë dhe sistemi i financimit të pagat të mësuesve nga buxheti i shtetit. Pra, një fshat model dhe qindra fëmijë që kanë pritur personalitetet të larta të vendit, të gjithë pa përjashtim, kanë premtuar mbështetje për këta fëmijë. Një shtet që premton politika sociale për fëmijët e braktisur, por që po rezulton një premtim i pambajtur. Channel One ka tentuar të kontaktojë me Ministrinë e Financave, por ende nuk është marrë asnjë përgjigje zyrtare. Fshati Sos është pjesë e shoqatës Hermann Gmeiner. Fshati ushtron aktivitetin e tij në Shqipëri për më shumë se 15 vite dhe ofron ndihmë kujdes familjar për 139 fëmijë që kanë humbur kujdesin prindëror.